Pa përve në si qani, mirë më gjesi. Mirë më gjesi, mirë se erdhët. Jemi zyrtarisht në javën e Bad Bunny. Mirë se erdhët tiri. Shumë zgjedhje e bukur vajza, bravo, bravo. Po, me që ti nuk na e bëjë do të qefin sot për të kënduar dhe ne zjodhëm mos të torturojmë, atëherë zjodhëm Bad Bunny, si zënësuesin të denjë Jo, të atë shumë bukur. Faleminderit. Bad Bunny ka bërë këngë shumë bukura. Qa keo tiri, si kur së të shonë? Ja, ti që më shini jam. Si u bërë djalë kë? Mirë jam, përveç zërit dhe kollës, nuk është se kam në një simptom tjetër, këto i kam kaluar temperaturë, të thash. Tani në fazat që na i ngjit në tjerëve? Jo, tani në fazën që nuk ngjis më gjë, por jam në fazën që voj pasojat. Qa të bëjmë tani, do i vojmë me këto pasojat. Tiri me zë të ri, New Voice. Kush e ka ngrënë tirin, po? Po s'ka gjë, do të bullizojmë pak për të zërin, po do mësohesh. Kush je ti dhe çfarë ke për tirit? Si të duke emisioni pa ne dje? Nuk është se e pas, me të drejtën. Dërsa mua më thanë që dukemi shumë kot pa tirin. Na e thonë për ditë, na e thonë dhe Ma live. thanë dje. Një dy mi Pa keshat tirin, mjatë. nuk shihemi me sy pa tirin, thonë. Shika, unë nuk duhet të regohem jo modest, por... Por është e vërtetë, Po. Por që po. të shkruajtën fansë. Mua, sa në erdhën ca lek nga banka, çka ndodhur me vajza? Mirë, oke, e uptohem. Ama. Nga kanë ardhur ca të ardhurat të vogla, po thash shne. Po, ora 70 po? Kush është kujtuar për ty, more? YouTube, jo YouTube. Okej. Shi, merli nga YouTube-i ti? Me sa duket, po, orarja atyre atje është. Ora amerikane. Po. Po, bravo tiri, bravo. Okej. Por amerikane në Amerikë është ora 2 tani. Atë të munguam ne? Dëgjoj. Po, me thënë drejtën, po, dita më duk shumë bosh dje. Më duk shumë... Plus, e di pse edhe nga që kisha marrë, dhe më thënë, e që vija nga fundjava, si që dhe ju. Po. Gjithi besoj jam jaftu shumë pushim. Kupton, dita 3 pastaj. Fillon e mërzitesh. Fillon edhe mërzitesh. U treguj sinqert, Krista, se ti e nje. U treguj sinqert për këtë që thotë, o, të mi na Po, munguat mërzitet. shumë. Ua. Po të rinë në shpi brenda mërzitet. Po, edhe në shtëpi mërzita me thënë drejtën. Nuk është se... Po Xhaka qenë 2 ditë në shtëpi, domethënë, s'ka bërë asgjë gjatë U fundjavës. mundova të dilja, të bëja pak hecje, por që deri ku edhe koha nuk ishte fort favorite. Ne. Por që, ja, E kam lëdhe unë kështu, të Ja qetë, ku kam është qëndruar sot, larg. më i fort se kur. më i fort se kur. Gati se kur. Çfarë nuk të vret të bën më të fort. Rikthimi në bazë tani dhe gati për punë. Drejt, ashtu si të shtakon. Sot do t'i bëjmë rubrikat e tjera, se dje pa ty ishte patjetër, bosh, ishte i do t'i paplot emisioni. Patjetër që do të bëjmë. Do këndosh pra? Po me sforcë do ta bëjmë një, do ja dalim, po. E lodëm mjaftueshëm deri tani, se folim mjaftueshëm. Sepse në këtë gjendje kur ke laringitin nuk të sugjerohet flasësh. Nuk të Fare. sugjerohet, Ne po. vazhdojmë dhe i bëjmë pyetje. Po tani do punojmë atë. Mirë. Morëm vesh që ka qenë smur ti Kris, ç'a bëre? Unë, qa bëra, hiq. Me punë, përgjithsisht, kemi gjyshen tek shtëpia. Ose Ka ardhur gjyshe dhe kemi shëndruar pak, kaluam pak komat. Si do iki dita, aman dita hënë. Jo, nuk është aq Përgjithsisht hënat, nuk e dim hikin kështu. O merre me shumë punë, o mbyllem në shtëpi. Unë të hënën e kam një ditë të mërshme për të marrë me punë, sepse më duket Është kaos. është kaos, është pak e lodhshme, trafiku gjithashtu, ç'a të bësh përpara. Duket sikur e hëna është kjo tranziti nga pushime tek puna dhe të duhet që ta marrësh pushim. Po. Një është e marta. Ashtu, nga e mërkura fillon rregullohet. Mërkura si midis. Nuk fillon. E njëjta fillon edhe buzëqesh pak fytyra, thua, se e nesër është e premte. Neve në buzëqesh fytyra dhe një herë, sepse unë vazhdoj dhe e them, pasi jemi pushim shtunë e diel. Po për ata që nuk janë pushim shtunë e diel, atyre vjen buzëqeshja nga e premtja. Edhe kjo. Ose të shtunën fare vjen Ata buzëqeshja. që nuk janë pushim shtunë Nuk e di, po unë them, nuk e di, po unë do doja që gjithmonë shtunë e diel ishte pushim për çfarë do lloj pune.
se ajo e djela më shumë të prish punë, se është një ditë që pothuajse pjesa më e madhe janë pushim të dalin të gjithë, dhe ka shumë rëmuj. Ndërsa e shtuna është pak më e qetë gjithmonë në Tiranë, vetëm për faktin se nuk ka i shumë rëmuja. Dhe e djela deri pas dite e qetër, se zakonisht njerëzit zgjedhin të largohen jashtë Tiranë. Po, deri nga ora 3. Kur fillon kthimi, aty pastaj bëhet kaos. Më vonë pas e bëhet kaos. Vallai shtunë diel, autostrada Tiranë-Durrës të ura aty, historikisht është të merë me trafik, më thënë si t'jenë. Po, se dalin jashtë, dërsa në qytet. Dalin ose hynë. Po mirë t'jetë bosh në për qytet të mund, së paktën për ne që nuk e se para dalim shumë, që më rehat për ne. Po, ne jetojmë në Tiranë, kështu që duhet të mësojmë me gjitha kushtet, nga ka bërë jeta të fortë. Okej. Ecim këm njërës, dilin këm. Ja nisim pak me prezentimin e të skorëve, se sot do të kemi një super program, shumë të ngjeshur, duhet thënë. Të para që do të vinë është një panel dhe do të flasim për një temë që ka shkaktuar debat në Shtetet e Bashkuara fillimisht, por edhe kudo në botë, debati i cili ka ardhur deri në Shqipëri, sa i përket synetis ose synetlikut, siç e njohim ne në gjuhën popullore. Jashtë nga aktivistët e drejtave të njeriut, synetliku është konsideruar si krim seksual. Pra, thonë që është një lloj procedure që bëhet thirrje qesh, por ata thonë që është një lloj procedure që bëhet pa miratimin e të miturve. Sepse bëhet një moshë minorene dhe ata nuk e kuptojnë. Dhe një lloj diskriminimi edhe për gjinin, pra për djemt në këtë rast, sepse thonë që për vajzat nuk ka një procedurë të tillë pse duhet të jetë për djemt. Dhe e diskutojmë sot me Ylli Gurën, i cili është ish muftiu i Tiranës, Ervin Danin, androlog, flasim pak për benefitet shëndetësore, por edhe nga ana fetare, se çfarë mendimi kanë ata, dhe do t'jede aktivistja, drejtuesja e grupit shqiptar të drejtave të njeriut, Elsa Ballauri. E diskutojmë pak në kontekstin shqiptar, se deri vonë, në Kosovë paktën është ende ngjarje madhore kur djali bëhet synet, vishet si sultan dhe bëhet festë në gjithë shtëpia. Shqipëri ndodhe, nuk në Shqipëri po. Konkretisht ata që i zbatojnë për pikmëri fen. Po, fetaret e kanë më festë. Janë shumë të obliguar. Se kam kuptuar ndonjëherë pse duhet jetë fest, por do ta diskutojmë. Në këtë rast. Madje hidhej dhe lek, vinin qoka, bëjnë nami. Është tamam fest për ta. Vazhdon sot e kësaj dite. Nuk e di, po mendoja dhe po them vetëm i bie që tani paktën 67% e meshkujve shqiptar bien që kanë qenë prej një krimi seksual. Po, sipas këtij debati dhe sipas këtij aludimi që kanë aktivistët e drejtave të njeriut është kështu. Pastaj qëndrimi personal është tjetër gjë. Nuk e di nëse është ulur si numër. Fakti i të bërit synet, pra djemë në familjet shqiptare. Është pjesë e traditës. Është pjesë e traditës, po nuk para shoh dhe më reagime në rrjetet sociale, dikush që këtë e tregon. Ndoshta nuk bëhet më aq masive, po. Familjet që janë shumë fetare, po e bëjnë familje që thjesht janë familje muslimane, bazë jo dhe shumë familje që e ndjekin shumë fen, pra. Por e bëjnë, më duket se është bërë pjesë e traditës shqiptare tani. Po, sepse na është thënë gjithë jetën që është një procedurë mjekësore që ndihmon djemt ndaj infeksioneve, i bën më të pastër e të tilla gjëra. Pra është një procedurë shëndetësore në këtë rast. Por i flasim dhe i diskutojmë pse po ndodh ky debat kaq i gjerë. Okej. Më pas do të kalojmë tek Aisha Muja, e cila është arkitekte, por në njëjtën kohë edhe anvise. Do bëjmë live në studio bukën me tharm. Më saktë do kemi zënjen e procesit të bukës me tharm në studio, e cila është një bukë pa maja. Është trendi më viral i momentit nga anviset, nga mamat tona. Po të shmenden nga ky lloj trendi dhe nga kjo buka me tharm, edhe kanë filluar marrin këshilla nga njëra tjetra se si ta bëjnë këtë brumin që të jetë kaq i shkrifët, edhe që buka mos të doj fare maja, po. Është i gjallë, është një lloj fermentimi që nuk e di se çfarë i hedhin, po thuhet që e bën bukën shumë herë më të mirë. Po. Dhe ne kemi marrë Aishën sot që t'u japim recetën sekrete të gjitha anvisave që janë duke u qarë thonë pse më del buka keq, pse më del kështu si kalltëshe edhe ne. Me thënë të drejtën e dur. Se dhe na duhet. Do e mësojmë gjithë këtu, se do kemi fatin që ta gatuajmë, ta shohim procesin këtu. Dje bëm vazo, balte, sot do bëj bukë, çfarë do bëj nesër? A e pe artin ton dje, pëlqeu? Se ka parë leje këtë muhabet. Ja çova e ka parë.
Vazot, no. Vazot, po. Po, vetëm për fat keq njerëz nuk kemi një furr këtu që ta pjekim bukën. Ju ishit bërë ato? Po. Se ka kuptu kush i ka bërë. Duke i që i kishit bërë ju, ma thë drejtëm. Shishi, dhe i smur edhe bënaze. Bënaze, jo të shunur. Mirë. Ajde tashi. Oke, mirë, pjesën e tretë të emisionit, do të kemi atë... Këtë do të kemi? Mateus Froku. Se ka marrë vesh të tiri a Shkoqara, a Shkodran Mateus. Sa do e thoja, po? Si ka mundësi, A i kanë gjikë të dyshime? Unë e kisha, kupton, sepse shifja shumë të lidhur shumë të lidhur me Shkodrën, po ndërkohë gjithë është Korçari, theksin si Korçar. Hyra e lexova dhe pa që kishte babi Shkodran, mamin Korçare. Po shtritur në Korç, po. Okej, po, ti e s'pas ka faj. S'kemi faj asne. Këngëtari, Korç, Shkodran. Si ka mundësi, gjithmonë kam qenë midis. As ti se pas ke ditë. Po, më duket nuk e di ku është rritur tani. Në Korç është rritur se ka bërë atje studimet. Po ta dëgjosh, flet si Korçar. Po, bravo. Mateus. Duket babai ka vendosur që të shkojë në Korç. Po, do flasim pak për... Janë 2 qytete ndër 2 qytete më të bukura. E vërtet, 2 qytete. Kështu që Mateus është me fat që i ka prindër nga këto 2 qytete. Edhe si mund t'ishe ndryshe, edhe Mateusi patjetër që të dilte një këngëtar, artist i Mateusi ka dal nga jethet, ë? Po, e ka nis karrierën edhe së premtes. Me sa kemi djeni, mund të ketë kënduar edhe më parë, por aty si me thonë u konfirmua si këngëtar. Ka nisur me muzikë të lehtë praktikisht fillimisht, ka kënduar klubeve të Tiranës, unë më mend, e kam pas ndjekur Mateus, e kam pas në një band, në një pjesë e një bendi, edhe në mos gaboj, nuk duhet ta egzageroj, por në mos gaboj ka pas baterist Elgi Dodën, dikur. Baterist? Po. Di që kam pas bashkëpunime për tekstin, po këto detaj nuk e di, kam si do ta mësojmë, Që Elgiti ka pas një bateri dhe ka pas një bandi, këtë jam i sigurt. Por ka qenë banda Mateus Froku, apo jo, nuk e mbaj mend shumë mirë. 90% jam i bindur që po. Ja, do të pyesim atë. Do të marrim këto detaje dhe njëkohësisht do këndojmë, sepse unë kam parë një performancë të tij së fundmit, e këngët e shekullit, dhe ka qenë kënga mendoja çdo gjë merr fund pa ty. Thosha çdo gjë merr fund pa ty dhe e ka qap. E ka kënduar shumë bukur, kështu që do ta dëgjojmë dhe sot në live. Përgatitur ti për kitarën. Patjetër. Dhe në fund receta e Mirës. Çka ka bërë Mira për ne dhe publikun të dashur sot? Supë me patate të ëmbël. Mira, kjo është fiks për E ti. ka bërë fiks për mua, mi e ka bërë për mua. Sikur ta dinte, Mira. Si ta i djeri ke Big Brother, këta e ka bërë për mua. Supë me patate të ëmbël. Po në këtë rast të ka dhënë vetëm idenë që ta gatuaj Krisa pastaj te shtëpia. Po, normal. Tani në Amerikë nuk shkëm ta marrim. Mjafton ideja, kushtaj e për recetën falas. Njerëzit po bëjnë libra recetash për t'i shitur. Nga Mira e kemi fatin. Ne përgjithsisht nuk para përdorim shqiptare patate në ëmbël. E kemi, ka familje që përdorin të bebat. Po, ja shumë të bebat atyre, po. Po. Mua s'pëlqen shumë për shkakun, duket shumë e ëmbël për patate, po. Unë kam provuar, po kështu në supë se di si mund të jetë. S'është det shumë ëmbël. Interesante. Duket si kungull kështu kur e sheh. Po pra. Ose ashtu është si portokalli. Ose si omlet në herë. Fantazia jo në pikë të mëngjesit. Okej, mirë. Gjithsesi faleminderit Mira se na ke dhënë një drek shumë të shishme të shëndetshme. Do të mbledhin veten. Me videot virale ne lëshohemi, nuk e mbledhin veten. Hajde lëshohemi akoma më shumë pa videot virale. Ike. Si ka thani vogël se? Shë në Vlash i thoya këtij si filmit. Po, filmit. Jo, teatrale. Po thoya ti për atë All You Can Eat? Po. Mushimi kines? Po, kur dolën këto paketat All You Can Eat në Tiranë, bërë fjalë para disa viteve, se tani, po, ishte momenti që sa kishin hyrë, edhe janë këto paketat që ti sjarën paketat publike. Po, atë isha duke bërë. Që ti duhet të shkosh të këtë restorante dhe kjo All You Can Eat është që duhet të hash të gjitha ato që ke në tavolinë, pra gjitha ato që janë në paket, përfshirë, për shumë, nuk e di qa merë, për zakonisht sushit e kanë këtë. Po, keti ndorë që farë. Po, edhe, po nuk i hëngre, i paguan me çmimi real, nëse i ha të gjitha, i paguan me gjysëm çmimi që e kanë ofertë. Unë nuk e dija këtë gjë, mendoja që nëse ti merrje këtë paketën, paguaje, s'kishte rëndësi sa haje, mendoja që thjesht paguaje aq sa ishte paketa.
Po unë nuk jam shumë fan se sushit. Edhe kisha dalë për shef me një mikën time që i ka shef sushit, po prap ishte shumë pakete madhe për ta ngrënë një person. Do unë thjesht e kam shoqëruar. Edhe kur vjen ajo, nga 20.000 lekë për shumë që ishi matë me pagu 60 ca mi lekë, gjaku fërne, për asë Nuk fillove me hongër të Ne u qumë atëret, dhe prit se doj hajtë, Po, si a mi blente normal, më. kisha unë? Jo. Maj e se kanë faturën gotë. Prit, ja, ishte pa mundur për t'i ngrënë. Sepse dhe ta ajo, all you can eat, ideja është e ti duhet ta dish pak a shumë të vetë ajote që sa mund të përballo sa mund tash. Po e dinim në të shkretat, sa kishte dalë, unë se kisha qef, nuk i kam qef sushit. Vetëm ca që mund t'jen me karkalica të pjekur, nuk i kam shumë qef. Më vërtet, o zot, qa hum nga jeta? Sushi dashuri. Qa hum kjo nga Në jeta? rrasë të kishte një ushqim loje? që unë do... Në rrasë të më thoshte Zotit, tani zgjidh vetëm një ushqim që ta hash për ditë. Për pjesën e mbetur të jetës tënde, unë do të sushi. Po. Që që më pas të dek për pilafe? Gënjen. Jo, nuk ka për pilaf. Gënjen. Nuk e di se e harroj dashurinë e ditë përjetshme me mishin. Më duket se këtë shprehjen e ka thënë dhe më përpara, po e ka thënë për mishin. Qiko, Kjo është për mishin, ti, nëse ka një gjë që ti do ta hash çdo ditë është mishi, se e ke thënë vet. Unë që nuk e ha mishin, po, mua më tolerohet ai. Që është i smur tani është bërë më i lehtë. Unë e dashuroj mishin, por edhe mish për ditë tani. Ti di që të bësh carnivore diet apo edhe sushi për ditë o tiri? Nuk e di, po unë e mendoj tani, sikur e ke parasysh atë ndjesin kur je smur dhe nuk i ha dot gjitha. Prandaj thash. Mire, keme nepsi momental ti. Tani po, unë them që sushi mund ta haja. Okej. Ky e ka me nepsi momental të gjën, por jo sot. Mbas ndikon, kjo nuk e di. Do shkojmë për sushi sot. Let's go. Okej, let's go një herë tek horoskopi, se deri në 3 kemi kohë. Horoskopi vetë sot. Po, na ka marrë malli, ecim. Amikista. Mat. Fali da fali. Dashi. Kalëm ke dashi. Hajde tyri. E Marta sjell energji të përziera. Gjeci zëri ti. Në ama se tani dëgjoha me mikrofon dëgjoha. Në dashuri mund të lindin disa keqkuptime të vogla, por me komunikime të hapur gjithçka mund të sqarohet shpejt. Beqarët do të ndihen më të sigurt për të shprehur interesin ndaj dikujt. Në punë do kërkohet përqendrim maksimal ndaj shmangin nxitimin. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim. Energji të përziera. Komunikimi i hapur do sqarohet keq kuptime, do sqarohet keq, do sqarohet mirë. Keq kuptime, beqarët më të sigurt do shprehin interesin ndaj dikujt, financat gjithmonë duhet pasur kujdes. Kujdes dhe planifikim, po. Kej dashi, keni kujdes sot, ecim demi. Si për ditë, më. Si që thot horoskopi për ditë. Demi, dita favorizon stabilitetin emocional, në çift do ndiheni më të qetë dhe më të kuptuar nga partneri. Beqarët mund të kenë një njohje interesante, por pa pritshmëri të menjëhershme. Në punë do jeni praktik dhe efikas. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet e panevojshme. Edhe një herë si gjithmonë. Sa i përket financave. Patjetër, këshilla e përditshme. Po i mbajtët në stabilitet, nuk do keni. Nuk do mbeteni pa parat. Po të kisha halla, tha. Lëre. Do e quaj daj. Po. Kështu e bie dhe kësajte. E drejtë. Që shkjo, po në ekspenzove, do kesh leka, di ma. Shkjo. Ke 1.000 lekë shëndorë, po nuk e shpenzove, do ta kesh këte 1.000 lekë. Nesër do kesh 2, në fakt. 2.000 lekë. Mua për më shumë këshilla financiare hyni në faqen tonë zgjohu me MCN. Mua kjo me ecte. Konkretisht në shkollë. Unë nuk e prisha 1.000 lekëshin që më jep të mami, mbaj edhe 1.000 lekëshin e ditës tjetër, bësha me 2.000 lekë ditën tjetër. E qa bësha si kur pasëroja. Sa shumë në dukeshin 2.000 lekë atëherë. Smerësisht, E forta që mund të thashtë mami, ke lekë? Jo, nuk kam. Ka pasë rasti që më jepte edhe 1.500 lekë. Ma shtroj sa që të vegjël në gjithë. 5.000 lekë për shembull ndjesë shumë. Jo, i kurseja. I paprekshëm. 5.000 lekë, që rasti i klasën më.
Edhe 5.000 lekë që ne kishe s'ta jepte në një hall, në një daj, dhurat, kështu. Ishin në të pak të raste që ti shpëtoje nga shpreja e prindërve, ta ruan mami, ta ruan babi. Atëherë mund ta kisha atë 5.000 lekë. Si nuk thoni mas herë, jo? I thëmë, jo, e dua E vetë. kuptuam ne, deri një farë pike e Po kuptuam. kemi qenë më të lumtur, po ta mbas më. E di. Kemi qenë e vërtet është. Mirë, Ecim, ka lojnë binjakët. të binjakët. Binjakët, komunikimi është pika juaj më e fortë sot. Në dashuri do të keni mundësi të sqaroni çështje që ju kanë shqetësuar prej kohësh. Beqare do të jenë tërheqës dhe plot sharm. Në punë mund të merr një lajm ose propozim interesant. Kujdes me financat, mos merrni vendime impulsive. Pra nuk është koha për të bërë blerje impulsive, binjak të dashur, por do të keni fat sa i përket beqarëve, do të jenë tërheqës, plot sharm. Ndërsa në dashuri do të sqarojnë çfarë çështje që me sa duket pas kanë mbetur pezull prej kohësh, por sot e zgjidhin. Si është kjo puna e sharmit, e interesant shumë. Janë ca njerëz që thjesht e kanë kështu si aurë të jashtëm. Po, e çuditshme. Pra mund të mos jesh e bukur apo i Po, bukur, ke po je charmant. Po. Vërtet është. Jo, shumë e vërtet, po është shumë mistike, shumë Të bukur, po, sepse ka të bëjë karakteri, shëndrimi, ka të bëjë, të çunat për shembull vlen shumë batuta që ata kanë, njohurit. Dhe kështu e bën paketën për të qenë charmant. më mirë një mashkull, po pyes femrën, për shembull. Më mirë një mashkull i bukur apo një mashkull charmant. Charmant, patjetër, charmant. Vërtet? Po. Po. Çe do të bukurin? Ka një E njëjta shprehje gjë stresi vlen për edhe çunat e për femrat, bukur. Eci. Okej, mirë. Kaforja. Ta kemi Kristan. Jo kujtoa shprehja. Gafurria, emocionet do jenë të thella edhe ndonjëherë të vështira për të menaxhuar. Në çift kërkohet më shumë durim dhe mirëkuptim. Beqarët do preferojnë të qëndrojnë disi të tërhequr. Në punë, është më mirë të vazhdoni me ritmin aktual pa rrezikuar. Financat janë në përmirësim të ngadaltë. Mirë, lajmi mirë është që financat janë drejt përmirësimit për gaforën. Okej. Në punë është mirë të vazhdoni ritmin aktual të pa rrezikuar. Beqarët preferojnë të qëndrojnë të tërhequr. Ndërsa Shumë emocione në çift. në çift kërkohet më shumë durim dhe mirëkuptim. E drejtë. Këshill me Pra, këshill me këshilla sot për gaforën është mos rrezikoni, bëni durim. Keni gaforja, kështu gaforja. Po, ashtu do të gaforja sot. E nisim. Mirë, ecim. Luani. Hajde. Një Elone. ditë mjaft pozitive për jetën sentimentale tek Luanët. Nëse jeni në një lidhje, pasioni rikthehet fuqishëm. Au. Beqarët do kenë mundësi për takime të këndshme, në punë do ndjeni të vlerësuar dhe të motivuar, një gjë që është e domosdoshme për Luanët punë. Financat janë të mira, por shmangni shpenzimet për luks të panevojshëm. E duani çik luksin Luanët, me thënë drejtën. Duan ta mbajnë çik vetëm të mira. Financat janë të mira. Duhet i shmangni çik shpenzimet sot, se nuk qenë ka dita juaj për ta mbajtur vetëm të mira. Unë them bëjmë një peticion, që kur të paktën ne këtu, kur të lexojmë Luanin, ta shmangim, mos të kemi fare të bëjmë me financat. Financat janë të mira, thot. Po shmangni shpenzimet për luks pa nevojshëm. Ka neve fare ta thush. Luani dihet që gjithmonë financat i ka të mira. E dim ne, po them. I ka mos flit fare, më mirë fol për, unë për punë. Mos demoralizo të tjerë të pak në të rast. Imagjino, janë të mira, po mos shpenzoni për gjëra luksi. Më thënë, keni lek, po qito, mos shpenzo kot. Okej. Mirë, kalem te Virgjëresha. Virgo. Virgo. Do të ndiheni më kritik se zakonisht, sidomos në dashuri. Përpiquni të mos e teproni me kërkesat ndaj partnerit. Beqarët do të jenë selektiv dhe nuk do të mjaftohen me pak. Në punë, dita është e favorshme për organizim dhe rregullim dokumentesh. Financat kërkojnë disiplinë. Interesante që nga me këshilla faktike sot sa i përket punës. Ditë e favorshme për rregullim dokumentesh. Kush ka punë zyret, merret me këtë, se sot që nga dita ideale. Për shumë në banka ndodh që shpeshherë nuk gjejnë dokumentet, çfarë mund të përkasin klientëve dhe rrinë me ditë të tëra duke pyetur po ku e kam lënë. Sot që nga dita e dur se do i gjejnë më herë. Do ditën e ditë i qetë në zyrë, mbase. Po, e do t'i gjejnë më herë. Okej. Kujdes me dashurinë, mos e teproni me kërkesat ndaj partnerit, se duke qenë se nuk e realizon dot të gjitha, ju do mërziteni pastaj. Qëndroni me këngë në tokë. Ecim pas Virgjëreshës është Peshorja. Peshorja.
Shojmë peshorën. Kandari, si çdo tiri. Kandari, erëm të kandari, yes. Harmonia është fjala kyçe e ditës, në dashuri do mbizotroj qetësia dhe dialogu i sinqert. Beqarët mund të njihen me dikë përmes rrethit shoqëror, në punë pastaj bashkëpunimet do ecin mirë, financat nga ana tjetër do përmirësohen, gradualisht fal menaxhimit të kujdesshëm. Okej. Harmoni për peshorën sot, qetësi, dialog, beqarët do të njihen me dikë përmes rrethit të tyre shoqëror, kështu që do të kenë gjëra të mira. Gjitha mirë, më duhet që jam më mirë, po, vërtet. Deri tani po. Të Në gjitha punë mirë, aspektet, financat mirë, fushat, sferat i beqarët kam me mirë. dikë, harmonia në çift. Bravo. Peshorja. Peshorja merr vlerësimin me 5 hyjes. Ecin të akrepi. Ecim akrepi. Çfarë thot për Një shenjë para akrepit të shumë mirë, pastaj do të dalin atje për akrepin? Financa delikate. Shmangni rreziqet. Dita mund të sjellë tension në jetën sentimentale për shkak të xhelozisë ose kishkuptimeve. Mundoni të flisni hapur, beqarët do ndihen të tërhequr nga persona misterios, në punë do kërkohet përqendrim dhe durim, financat janë delikate, ndaj shmangni rreziqet. Dgjoj. S'është për ty ky horoskopi sot. Të inkurajoj goxha. Përfaqëson. Fare, zero, as nga ana sentimentale, as nga ana financiare. Nuk ndihem fare përfaqësuar, po. Nuk ka bërë as shpenzime pa mirë. Po e ti? Po të ka qenë në dëm dhe mund ta ketë bërë online. Ka bler lojra PlayStation online e diun. Po. Nëse i ka shtyra i ditët, po. Ja, bën si smurtani si kokollitet që mos të justifikohet, se s'ka çfarë thotë. Se justifikohet kam ble. Gjithsesi. Ecim, shqiptari. Optimizmi ju ndihmon të kapërcenit çdo vështirësi. Në dashuri atmosfera do të jetë e lehtë dhe pozitive. Beqarët kanë shanse të mira për njohje të reja. Në punë do të ndiheni më të lirë për të shprehur idetë tuaja. Financat kërkojnë maturi, por nuk priten probleme serioze. Okej, të paktën këshill me mendje. Kjo s'do të keni probleme serioze. Beqarët kanë shanse për njohje të reja. Do të jenë të lirë, okej. Me që jemi në javën e dashurisë, më sa duket gjërat po lëvizin, universi po punon për të krijuar çifte të reja. Po, jetë në çift të mirë, jetë beqare të mirë, në punë do të jeni më të lirë, më të shprehur idetë tua. Vetëm financat kërkojnë pak maturi. Por nuk priten probleme serioze. Okej, mirë edhe si gjetari, goxha mirë. Vend dytë, gjetari pas peshorës. Mirë, ashtu e la. Do thoja unë. Britsjapi. Britsjapi Krisës, Krisa. Përgjegjësit do t'jenë në plan të parë. Në çift mund të ndiheni disi të distancuar për shkak të angazhimeve, por një bisedë e sinqertë do të ndihmojë. Beqarët nuk do të kenë shumë interes për dashurinë sot. Në punë priten rezultate konkrete, financat janë të qëndrueshme. O mirë. Okej. Jo keq. Jo keq. Angazhime plot do ju ndikoka në çift kjo. Pa. Të ca ju ndikoi gripi. Nuk e përfaqëson mi fare. Do jenë në plan të parë. As Krisa nuk e përfaqëson ky. Ky horoskopi sot. Po, kështu themi të gjithë kur nuk na le verdis ajo që lexon. Patjetër, kemi drejtën ta themi. Bravo. Ashtu. Ecim, ujori. Shojmë. Një ditë dinamike dhe plot ide. Në dashuri po kërkoni liri, por mos harroni edhe nevojat e partnerit. Beqarët do ndihen të tërhequr nga njohje jo të zakonshme. Në punë, kreativiteti ju ndihmon të zgjidhni problemet e vjetra dhe financat janë në ekuilibër. Do thotë beqarët të ndihen të tërhequr nga njohja jo të zakonshme. Do pëlqejnë ti që normalisht nuk është në zgjedhjet e tyre apo në personat që ata i shohin tërheqës. Edhe kjo njohje jo të zakonshme mund të jetë edhe mbase në ambiente që s'ja merr mendja fare që mund rastisi me dikë që mund t'i pëlqejë. Edhe kjo mund të jetë. Shumë mirë aty ku se pret aty të vjen. Ashtu ndodh zakonisht, se kur përgatitesh dele veshur e rregulluar me tendencën për të njohur dikë, nuk ecën kështu thonë gjithë. Po, mirë. Madje zakonisht e njohin vajzat ose dim dashurinë e jetës në ditën e tyre më të keqe, kur janë kështu mundësisht me pijama, duke ble buk poshtë. Ecin, sheja fundit, peshqit. Shojmë peshqit. Ndjeshmëria do të jetë e theksuar. Në dashuri kërkoni siguri dhe ngrohtësi emocionale. Beqarët mund të ndihen pak të pavendosur. Në punë intuita ju udhëheq drejt zgjedhjeve të duhura. Financat përmirësohen, por shmangni premtimet e rrezikshme. Çfarë do të thotë kjo?
shmangni premtimet e rrezikshme në financa? I kam premtuar ndonjërit që do kthejnë borxhin? Po. Ose që do u japim borxh, ose që do i blejnë ndonjë gjë për shkak. Po konkretisht kjo mund të jetë premtimet e rrezikshme. Unë të kam premtuar dhe vetes, ha, diçka për shembull. Jo parasysh, e premtoj vetes që unë do blej një kitare të re. Premtoj vetes që unë do marr një Por nuk ndodh. makinë, ose një çantë të shtrenjtë. Po. Që shmanga vetes të premtimet, po do ke. Të luhatura shenjat e horoskopit sot, por të paktën me këshillat që na jep horoskopi i përditshëm, mund ta shtrojmë pak më shumë ditën dhe ta bëjmë që gjërat na ecin bar, të shmangim çka kemi për të shmangur. Dim ku të fokusohemi e di çfarë të shmangim. Ku do fokusohesh ti sot? Te financa. Për mua gjitha grop ishin. Te financat duhet të fokusohesh ti. Financat, po. Ato që ke bler, anuloj. Kthejmë brapsht. Këndoj dot. Mirë, ikim në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak se kemi scrolling, kemi gjëra të tjera Jep, akoma. fakt dite. Iki. Me të parin. Okej. E shojmë Regjia. Fakti i ditës. Nëse doni mund ta lexojë nga telefoni. Po, na lexojmë sa Regjia ta ketë gati. Po. Ja doli. Okej. Prap me trurin. Truri i njeriut nuk bën gjithmonë dallim të qartë mes asaj që po jeton dhe asaj që po imagjinon. Kur imagjinojmë diçka me intensitet, në tru aktivizohen pothuajse të njëjtat zona, sikur të përjetonim realisht. Kjo është arsyeja pse emocionet, frika apo entuziazmi i imagjinuar ndihen kaq të vërteta. Sa e frikshme është kjo për ata që mbi mendojnë dhe që e kanë karakteristikë të tyre që trëmben shumë pa ndodhur gjërat. Po pikërisht, pra përjetojnë shumë. Kjo është një shembull shumë real, sepse unë njoh realisht njerëz që kanë për shembull, nuk e di keni gjuna health anxiety, njerëz që kanë gjithmonë frikë se mos kanë diçka. Kupton? Dhe rinë duke googulluar, duke parë simptomat. Po. E fillojnë duke sikur i ndjejnë ato simptomat. Edhe një shokun tim i cili është i bindur që ka një problem me një organ me veshkat. Po. Është bindur që ka, i bën çdo lloj analize të mundshme, vetëm sepse truri që duket ka imagjinuar, ka dalë konkluzionet vetat, pa jo reale. Që vllai i tij smur. Ai është i bindur që ka diçka që nuk shka me veshkat. Po duhet ta ketë marrë ndonjë indicie, kam përshtypjen, ka lexuar diçka që mund ta ketë lidhur me ndonjë simptom. Dhe analizat i thonë që nuk je. Ai ka bërë çfarë nuk e di në rast se ka lënë analizë pa bërë. Asgjë nuk është faktike dhe 100% reale, se ne kishim historinë e vajzës Blertës, mos gaboj, që tregoi që vetëm me energjinë që ajo këmbgulin ndaj mjekëve zbuloi. Ajo ishte gjë tjetër, po. Po, se disa mund analizat i dilin mirë ama. Dakor, po ky është dakor patjetër. Po kemi edhe rastin tjetër për fat keq që fiksohesh kot dhe fillon e krijon skenare në mendje. Dhe këtu është 10% e njerëzve që fiksohen kot. Ky është problemi pastaj, kupton? Edhe plus këtë health anxiety e kanë arritur shumë edhe interneti. Për shembull, para se kishim ChatGPT-n, kemi pas Google-in ku kërkonim, nëse kishim ne dhimbje kyçi, kërkonim Google qa është kjo dhimbja e kyçit dhe Google i të nxjerrte me kancer, kupton? Google i të bënte me një herë kështu njëri të prekur nga një smundje, por sot po ta përdorësh në ChatGPT të shqetëson, nuk të thot më ashtu. Edhe ajo është e keqe. Jo, po kam përshtypjen të jep informacione të sakta dhe ta minimizojnë gjën, të jep këshilla. Bëje kontrollin se sidoqoftë. Po. Është më i zgjedhur se Google-i, se Google-i të smerron. Jo, Google-i thjesht e nxjerr informacionin, nuk është se ka komunikim siç ke me chatin. Por unë mendoj që edhe kjo mbi mendimi, overthinking, pra the health anxiety, Dashje, kjo ta stimulon smundjen, mendoj unë, që mbase nuk e ke. Po duket sikur ta stimulon, mbase ai djali shoku i tirit nuk ka asgjë, por duke menduar që kohë që unë kam diçka, duket sikur janë ndjell vetes dhe realisht i krijohet ajo smundje. Nga zemra s'do jetë mirë, kjo është e sigurt, se është bërë me zemër aq shumë sa e mendon. Nuk e di, dhe kjo pse duhet pikërisht ti thua vetes unë nuk jam mirë, unë jam smur, unë kam këtë. Më thënë se kjo është një lloj manifestuarit. Okej, kjo është një lloj ankthi pra, është një lloj ankthi. Nuk është se nuk e gjë se okej, gjithë stresohemi, o bëjsha, nuk kam këtë gjë. Kur bëjmë analizat, shohim që nuk është, okej, qetësohemi pak. Po një njerëz që sheh që edhe në analiza nuk ka asgjë, dhe prapë vazhdon thotë, jo vlla se e kam. Atëherë këtu pas e futesh në fiksime. Po, patjetër. Po, si të thua dikujt me depresion në kryca,
Pse ke depresion ti? Ti ke jetë të mirë. Më mirë, po depresioni ti ku diagnostikohet, pra kuptohet që ti ke probleme në anën psikologjike. Po, edhe në këtë rast kemi probleme në anën psikologjike. Po edhe kjo është në fakt, po, deri duke aty. Po tek njerëzit që gënjejnë aq shumë sa atë gënjeshtër që thonë ju kthehet në të vërtetë vetes, harrojnë që ka qenë gënjeshtër, sa ai shumë e kanë besuar dhe vet. Është e vërtetë dhe jo. Por na ndodh ndonjëherë edhe me veten, çu te gënjeshtër të bardhë që mund të kesh thënë. Ka ndodhur kjo? E sheh kështu. Vetëm me dyshim kam thënë, ka ndodhur kjo vërtet apo kam gënjur? Këtë nuk më me këtë në të drejtë. Në vërtet, të kam bërë në, do me thënë që ti thua gjithmonë gjërat shëndetshme dhe të vërteta. Jo, përse kuptova si ishte kjo edhe një herë. Nëse ti përsërit një gënjeshtër gjatë gjithë kohës, ti fillon të beson dhe vet. Po ku diun? Një gënjeshtër që mund konsiderohet e bardhë. Nuk e di ç'të të them. Ku diun, nuk e se kuptoj. Se kupton. Gënjeshtër e bardhë më tiri, për shembull, po marr rastin më konkret ose më konkret. Një rast më kështu që ti je mërzitur dhe unë të pyes ti çka ke mërzitur, ti më thua jo, se do të mërzitesh mua. Deri diku është gënjeshtër e bardhë. Po, të unë të pyes mirë në këtë rast. Dhe të them ti që ne mërzitur dje dhe ti thua po kam qenë pak, po ti mua më the jo s'kam qenë, edhe ti të nuk e mban mend për shembull që s'ma ke treguar. Por Almina thot e përsëritur. Dhe për të gënjur kemi gënjur gjithë, kemi bërë namin, nuk diskutohet. Po e përsëritur, pra kur vazhdon e përsërit. Po pra, e përsërit të tjerëve gënjen dhe veten. Ku diun? Për shembull nëse vazhdimisht me gotë? Ka shumë ke gënjur ti? Po jo, more. Në rinin tonë të kohë. Që si më nxori gënjeshtare. Po tani gënjeshtrat bardha. Gjithë kemi gënjur, pa patjetër. Fillon të beson vetën një lloj pike. Nëse filloi u skuq këtë çka ke ore? Jep mirë. Temperatura filloi prapë. Ja, mirë. Okej, mirë, vazhdojmë. Vazhdojmë programin, se ti do programin kemi. Ku jemi tani? Scrolling. Hajde shohim çfarë kemi Krista, se dje lajmi ditës ishte Super Bowl. Kemi lajme të tjera? Kemi disa lajme. Rej Strefi ka bërë timës së saj një dhuratë, një makinë super luksoze, Range Rover, të cilën ajo e ndau në rrjetet e saj sociale, surprizën që ishte bërë timës, dhe gjithashtu në Instagram publikoi edhe këtë foto, teksa shprehej që i kishte bërë dhuratën mamit më të mirë në botë. Bravo Era. Era, Tajna, kush ka qenë tjetër, ka plot artistë në fakt që i kanë bërë kështu surpriza mamave të tyre, mos gaboj Luana. Po tani me këto dhurata kaq të shtrenjta, këto ne të shkretave që i çojmë gjëra modeste në hodhën poshtë. Mirë, në bazë të cilit jetesës të shi. Tonë Kimi ta lexon mami këtë titull. Artistët që po preferohet goxha, lek po bën, ka bër. Mami ndërkohë që ta çosi post. Shife. Ti ngele të blej një parfum, një buskuq, një gjë kështu. Mamat. Bravo, Era, gjithsesi tregon një vlerësim për mamin. Kam përshtypjen që mamat nuk e shohin fare aspektin financiar, po mjafton për to gjesti, madje sa herë që ti udhëron diçka. Jo, se të vërtetën po them. Sa herë që ne i dhurojmë diçka, do mundohen me 1000 mënyra të tjera për ta kthyer mbrapsht. Kështu që është instikti i mamës. Okej, ecim. Mirë. Ecim. Që ta dini ju, drama televizive aziatike i kanë bërë vajzat aq dhe lulu sa u desh ndërhyrja e qeverisë. Qyqa mos e kanë çmendur botën, pse i pëlqejnë kaq shumë të dramat koreane? Po, drama televizive aziatike, veçanërisht ato koreane dhe formatet e tyre të riprodhuara në Kinë kanë pushtuar ekranet dhe platformat online. Histori dashurie të shpejta, personazhe perfekt, burra jashtëzakonisht të pasur dhe krah të zakonshme që pa shumë pengesa përfundojnë në krahët e një CEO-je të fuqishëm. Një formulë që duket se funksionon perfekt për audiencën, por tani konsiderohet një problem serioz nga vetë autoritetet. Në Kinë, fenomeni ka marrë për masa të tilla, saqë qeveria ka vendosur që të ndërhyjë, jo për të ndaluar romancën, por për të frenuar atë që përshkruhet si krijimi i iluzioneve të rrezikshme për vajzat e reja. Autoritetet po synojnë një lloj të caktuar dramash të shkurtra, shumë të ndjekura online, ku pasuria, pushteti dhe dominimi maskullor shiten si çelësi i suksesit emocional dhe shoqëror. Në qendër të kritikës, ta ashtu quajtura drama romantike me CEO, ku personazhi maskullor është pothuajse gjithmonë i pasur,
i ftohtë, dominues dhe emocionalisht i paarritshëm, ndërsa vajza përfaqëson thjeshtësinë, pafajësinë dhe prirjen pasive që në fund shpërblet me luks edhe me status. Sipas regulatorëve kinez, këto narrativa po ushqejnë vlera të pashëndetshme si adhurimi i pasurisë, materializmi dhe pritshmëri jo realiste për marrëdhëniet. Këto seriale nuk konsumohen vetëm nga të rriturit, por edhe nga vajza shumë të reja, të cilat rriten duke parë një version të dashurisë ku babarazia e pushtetit normalizohet dhe pasuria paraqitet si një zgjidhje universale. Në këtë kontekst, autoritetet paralajmërojnë se perceptimi për marrëdhëniet, suksesin dhe vetvlerësimin po shtrembrohet. Kështu që, siç thuhet, masat që do të merren nuk është se do parandalojnë dalimin e dramave, por thjesht rregullimin e përmbajtjes. Pra regulatorët kërkojnë uljen e sasisë së këtyre serialeve dhe rritjen e cilësisë dhe shmangjen e klisheve që përdoren vetëm për klikime dhe shikueshmëri. Më kanë dalë dhe mua një 2-3, por nuk kanë qenë korean, kanë qenë kështu, më amerikan, me një CEO të një kompanie ajrore, kjo stuardesa vajza që kalon lolli peripecish, ishte me një, mund të them pa frikë 50 episode, po nga as 5 minuta, më pak, i kam parë në TikTok. Po që hidhen këtu bën drama të minoritet sociale. Të drejtën, nuk u bëra delulu, sigurisht, por ishte fiksuese. Po shiko, se mua më duket komplet e kot me thënë drejtën, se ne jemi rritur me telenovelat Maritçuj, ne jemi rritur me Maritçuj, ne me ku mashkulli i bukur, i pasur, të shpëtonte jetën. Nuk është se që të qarëm diçka. Me zelin e rrit. Që të qarëm diçka, kur bësh delulu, nuk është se ti e kupton që e bërë delulu. First of all. E kuptojnë të tjerët. Po jo, e kuptojnë, e kupton dhe vetë, ti sigurisht s'do e pranosh kurrë. Që pse e kupton dhe vetë, atëherë nuk të bësh. E kupton në momentin që të përplaset realiteti fytyrës. Ti sigurisht që nuk do e pranosh që je delulu tiri, por ti fillon dhe krijon një tjetër mindset, pra fillon dhe thua me veten tënde ose në mendjen tënde, dëshirat e tua janë që ti të gjesh një CEO ose një njerëz të pasur. Asnjë nuk e pranon që është delulu, dhe unë t'jem delulu në këta gjëra. Po kemi pasur sunim gjithë jetën, në çka ka? Ja ku e ke, Romina. Po pra, kjo e këtyre është më se fiksuar, është shtengulitur. Tani çfarë masash ka marrë qeveria që për ta përmbledhur? Të ulet sasia këtyre serialeve dhe të ndryshojmë pa kontekstin e Se nuk është në proporcion numri i CEO-ve me numrin e Po jo, mëse nuk është ajo dashuria perfekte, nuk ekziston edhe perfeksioni, që vajza që vjen nga një super varfëri, të dashurohet me këtë CEO-n egoist edhe jo emocional, ta bëj për vete dhe të ke një happy ending për një fund të lumtur. No, nuk ekziston kjo. Unë mendoj që t'i lëm vajzat të ndërrojnë deri në momentin që realiteti do të tregojë se si janë gjërat. Patjetër, edhe unë për këtë jam, më thënë drejtën. Tani derisa t'i plaset fytyrës realitetit. Ndryshe nuk e mëson dot. Jam shumë dakord. Sigurisht, po. Ndryshe, jo telenovela, drama koreane, po një mitë të tilla. Gjithsesi. Vetëm ashtu e kupton, pas që vërtet. Okej. Ecim. Kalojmë te tjetër. E shohim. Mjekët po krijojnë syrin e parë bionik që rikthehen plotësisht shikimin tek personat e verbër. Pakën kështu thuhet. Mjek në Australi kanë zhvilluar syrin e parë bionik në botë që mund të rikthejë plotësisht shikimin për personat që janë të verbër. Kjo teknologji inovatore përdor një kombinim pajisjesh të implantueshme dhe algoritmesh të avancuara për të ndihmuar individët të rifitojnë shikimin. Është një hap i madh përpara në trajtimin e verbërisë. Paktën deri tani kështu po thuhet. Që mjekët në Australi po e krijojnë këtë sy. Presojmë se jo, do ishte një mrekulli. Ai sa ka evoluar shkenca dhe mjekësia. E zakonshme është. Nëse sharrjet kjo gjë është. Sot e kësaj dite nuk po është më asgjë çuditje sa i përket edhe avancimit mjekësor dhe teknologjik. Kostot janë të bindur që do jenë marramëndse. Po, patjetër, fillimisht, po ka përshtypjen deri në një farë pike, pastaj fillon të bëhet masive. Po. Mendojmë. Okej, më pëlqen. Okej, mirë. Shohim. Po më e mirë e ditës për aerosjen e shtëpisë. Ja, se sa minuta mjaftojnë. Mëngjesi? Apo darka? Që të gjithë e bëjmë. Do të darka. Po, sepse aerosja është servisore në jetën tonë të përditshme. Por gjithashtu ja pse është kaq e rëndësishme dhe sa kohë duhet që të zjas. Është vërtet që hapja dritareve mund të sjellë pluhur, polen dhe substanca ndotëse në shtëpi. Megjithatë, aerosja e banesës është gjithmonë një zakon i shëndetshëm sepse ul grubullin e dioksidit të karbonit që prodhohet gjatë natës, si dhe përbërjeve të tjera kimike që mund të jenë të pranishme në ambientin e brendshëm.
Kështu që aerosja duhet të zjas nga 10 deri në 20 minuta. Kjo kohë është mjaftueshme për të rinovuar ajrin pa humbur në mënyrë të panevojshme energjinë termike që përdoret për ngrohje gjatë dimrit. Dhe gjithashtu rekomandohet aerosja herët në mëngjes, kur përqendrimi i nxehtësisë në ajër është më i ulët. Kështu, pas zyrtaret mbyllen sërish, temperatura fillestare rikthehet brenda pak minutash duke shmangur humbjen e panevojshme të nxehtësisë. Pra 20 është më e kuptueshme të jetë mëngjesi, se njerëzit çohen ikin mund të aeroset shtëpia, se në darkë pastaj ç'thot. Jo, ky proces mund të kryhet 2 deri në 3 herë në ditë, në mëngjes, pas dite dhe në mbrëmje para gjumit. 10 deri 20 minuta është okay, është. Do të shka 3 herë në ditë. Mua më pëlqen 2 deri në 3 herë. Mund ta bësh në mëngjes dhe mund ta bësh pak në darkë para se të flesh gjumë. Po me sa duket se ka aq mirë ta lesh gjikoza. Jo vetëm për pluhurat, por edhe për pak të sallonit. 20 minuta. Ai që e kishte të nevojshme. Okej. E mbyllim me scrolling dhe jemi gati për gjej këngën. Do këndosh Djali? Hajde. Do mundohem. Do mundohet, ecim. Hajde. Okej. Atëherë se Diana ke lënë pak këngë. Ke një këngë për ne sot? Kam patjetër. Mund ta këndosh në çfarë lloj mënyre duash ti, me fshkëllima, me gjeste? Okej. Suzana. Jo. Por më vjen Fustani, buri nga stani, kur më vjen buri nga stani, po. Kur më vjen buri nga apo se mbaj me kështu. Kur më vjen fër ma bën fustani, fër kur më vjen buri nga kisha. Fër ma bën këmisha. Bravo. Kur më vjen buri nga kisha, fër ma bën këmisha. Okej, bravo vajza. E dyta? Po thash duke qenë se po rikthehem Me tekste të me këngë të thjeshta. Okej. Me këngë të thjeshta, Krica. Jepi. Lutem mirë e mos u ndaloshi. Shiu i vesh. Shishiro, zoti mas e na funi ara infarkt. As te këngë nuk dini? Jo më e dini me dinim, thjesht po vinte det. Shiu i verës, shingroti dashuris, më kujton atë puthjen në qati, puthjen tënde kaq të ëmbël e dëgjon. T'lutem bjerë e mos u ndaloshi. Ka strofa tani. 40 gësheta ti numrova, dhe të na. Dhe të thashon të dua? Kur si pëllumba nga shiu i verës, u strehuam në në qati. Ja, nuk e di. Si ishte? Ja. 40 gërsheta ti numrova, dhe të ngroha në gjirin ti. Kur si pëllumba nga shiu i verës, u strehuam në në qati. Okej, kjo ishte këngë. Okej. E fundit fare. Okej. Gati? Yes. Të da bëjmë fëshkëllim, se Po, pa tjetër. Ta gjej për ta bëjë dhe këte kështu që mos të gjatë shumë. Edhe janë.
Krista mos e këndo se po e gje publiku. E lash. Shumë e bukur, por kjo është shumë e lehtë o tjerë, kjo s'ka nevoj fare për. Unë të ashtë publikun dhe ta lastojmë pak. Patjetër. Është dita e tjerë i kthimit, aq sa e ka bërë shefin publiku, dje, aq po ja bënda i sot, shumë bravo të qoftë. Okej, dhe me këtë shije muzikore, mbyllim pjesën e parë, ikim reklama dhe vim pas pak me panel diskutimi mbi debatin publik për synet liku. Ikim.